Andaj feja na ka treguar se nuk kemi kriju kot. Allahu subhanahu wa taala na tregon, "Am hasibtum annama khalaqnakum abatha", keni menduar sa mendoni se jeni krijuar kot. Kjo është punë e madhe. Që ta njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe mendojnë se në momentin që njerëzit jetojnë dhe të shkputur nga parimet fetare, nga mësimet e Zotit, ata do ta shohin jetën si diçka ose të rastishme ose si dhuratë, po themi nga natyra që ata e thojnë, dhe në fund nuk do të kenë asnjë lloj përgjegjësie për ato se si jetojnë jetën e kësaj bote. Andaj edhe njerëzit pastaj dalin me po themi me punë jashtëzakonisht të rana, domethënë aspektin e shëmtisë së tyre, në aspektin e pasojave të tyre, në aspektin e padrejtësive që i bëjnë kështu me radhë, për shkak se nuk e shohin të shputra. Ndaj feja na ka dhënë bazën kryesore, që është shumë e rëndësishme, na ka hequr një dilemë shumë të madhe, ajo është se këtu nuk kemi kriju kot, po jemi me një qëllim të caktuar, ajo është adhurimi ndaj Zotit si obligimi kryesor dhe obligimi parësor, e pastaj gjithçka që del se rezultati i këtij kuptimi ose i kësaj baze.